E pra të dashur miq, tashmë do të flasim për Fjolla Morinën, për Elionën, për Labinotin dhe qëndrimin e fjollës në shtëpi. Fjolla Morina, siç duket, ka hyrë me një fotografi jashtëzakonisht të pastër se si duhet të luan. Në fakt mua nuk më duket Fjolla jo e vërtet. Fjolla më duket shumë e vërtet, Fjolla më duket shumë e sinqert, Fjolla më duket shumë e pastër shpirtërisht në atë që thot. Gjatë kohës kur qëndronte mbrëm në verand, Fjolla foli për jetën e saj, foli për vështirësitë që ka kaluar, foli për tmerrin që ka kaluar, do me thënë, Fjolla tha që i kam patur të gjitha gjërat në jetë, i kam patur parat, i kam patur çantat luksoze, i kam patur të gjitha kushtet, por asnjë gjë nuk më bënte të lumtur nga problemi që unë e kisha. Do me thënë, përfundova në depresion dhe ka treguar arsyen përse Fjolla kalojti në depresion. Do me thënë, Fjollës i që nga hapur një lëndë në Shqipëri, që përndiqeshka për armë, në çantën e Fjollës që nga gjetur një armë, e cila pas ka qenë sipas bisedës që unë e dëgjova me Londrimin, domethënë e ish bashkëshorti të Fjollës, por Fjolla e ka pranuar që është e veta sepse ka menduar që mund të kalonte me 1000 denar apo me diçka më pak, por Fjolla tashmë përndiqet edhe për të burgosur, domethënë ka pull të kuqe që nuk mund të kalon jashtë shtetit Kosovës dhe përndiqet, domethënë ka lëndën e hapur, domethënë ka hyrë me proces gjyqësor të hapur. Por Fjolla, siç duket nga mësimi që ka kaluar në jetë, ka marrë mësimin se duhet të vlerëson veten e saj, duhet vlerëson përditshmërinë dhe duhet vlerëson njeriu. Nga biseda që po bënte me Londrimin, do me thënë për vuajtjen që kishte kaluar, është vajza që ka vrapuar pas lekëve etj. Fjolla kaloi tek Labinoti për t'i folur për Elionën. Ajo i tha Elionës që unë të dua si vajzën time, do me thënë të dua si çikën time, dhe ja la të kuptohet pa marrë parasysh asaj që ndodhen jashtë. Do me thënë, Fjolla i dha një mesazh Elionës. Tani sa është e zonja Eliona ta kupton, i takon Elionës, por Fjolla ja dha këtë mesazhin. Dhe i tha që edhe Labinotit i tha që mos u merr me familjen e Elionës, mos u merr me Elionën, është vajzë e re, ka ëndra dhe unë nuk jam kundër që Eliona të jetë pjesë e kësaj shtëpie, sepse Eliona përpos që është vajzë e re, që banorët domethënë non stop e përdorin brenda është vajzë e re, është vajzë e re, Eliona është vajzë edhe zgjuar, është vajzë stratege, domethënë në debate është goditse direkt, nuk është si ale. Eliona domethënë i vë banorët që të jenë pa fjalë, që ka zgjuarsi ka, që ka mënyrë të shprehurit ka. Dhe Fjolla ja tha shumë bukur Elionës që Labinotit mos u merr, sepse je baba me fëmijë dhe dali shumë keq, ndërsa Labinoti, siç po e shoh unë, e ka zënë një stres jashtëzakonisht i madh dhe nuk mund ta kontrolloj veten në asnjë mënyrë. Labinoti brenda shtëpisë së Big Brotherit ka humbur krejtësisht vet kontrollin dhe qëndrimi i tij sa më gjatë, unë jam i bindur që do ta dëmton, sepse loja që po e bën është loj inati, do me thënë ja ka vënë një inat vetes, o ta fitoj o s'ka, ndërsa tek Eliona nuk ka inat. Dhe Fjolla, duke i studiuar të gjitha këto gjërat, ja tha shumë bukur. Do me thënë, mu Fjolla më duket një banore që është stratege, një banore që me këtë vërtetësinë e saj do të fiton shumë te publiku. Do me thënë, Fjolla kur do del nga shtëpia Big Brotherit do të habitet nga dashuria e madhe që do të merr nga publiku shqiptar. Do me thënë, Fjolla ka hyrë me vërtetësinë e saj dhe ka hyrë ajo Fjolla që është pranuar dikur të pranohet edhe sot. Në fakt më pëlqen Fjolla. Më pëlqen logjikën që ka, më pëlqen natyrën që ka, është shumë e drejtë për drejtë, është ideale për Big Brother dhe do të shohim se sa do të shkon. Realisht jam duke e parë që Fjolla do të jetë një pol i kundërt i asaj shtëpisë. Nuk viktimizohet, nuk qan, është goditse, do të thënë, Fjolla po luan lojën ashtu siç duhet luajtur. Dua të marr mendimin tuaj.